përshëndetje. Atëherë sot është 15 korik dhe unë kam për të bërë analiza gjaku, një kontroll nga mitra dhe do bëj intralipidi. Kam veshur fustan dhe kam marrë një xhaketë sepse tek dhoma që shkoj që bëj intralipidin është më freskët nga një ambient normal dhe na duhet. Dhe hap kamerën vetëm ndërkohë që bëj intralipidin sepse do të qëndroj atje më shumë se 30 minutë dhe mund të flasim pak. Jam në një nga dhomat e IVF-it. Sot kisha për të bërë analizat e gjakut, ku kontrolloj estrogenin, progesteronin, gjithashtu ju kërkova të më bëni shtesë të më kontrollonin vitaminën D, sepse kisha 30 e ca në më zgaboj dhe nuk më pëlqen aq, duhet ta çoj në optimale në vlera 50 deri në 70 dhe për 2 javë e gjysmë kam rritur dozën nga 2000 e kam bër 5000 IU dhe doja që ta kontrolloja për të parë se çfarë ndryshimi kam bër. Ju kërkova dhe të më shtojnë analizën për tiroiden, të kontrolloj të shëndat të trupat sepse java që kalova me stres me djalin të sheja kishte shkuar në 2.6-8 në më zgaboj dhe dua ta çoj në vlera optimale nga 0.5 në 2.5 që është optimalja. Thasht më kontrolloni dhe antitrupat sepse më ishin rritur ca dhe doja të dija në fakt ku kanë shkuar me këtë kujdesin që unë po bëj këtë një javë, duke shtuar shumë ecjen dhe meditimin. Më kontrolluar mitrën, mitra ishte në kushte shumë të mira, lining që ta kontrollojnë nga 7 ca, e sipër e duan dhe unë kisha 8.65 në më zgaboj, kisha vezë mjaftueshëm, kjo është një shenjë e mirë, por ishin të vogla, normalisht. Por infermieri tha që ke goxha vezë, kjo është një shenjë shumë e mirë. Meqense kisha për të bërë intralipidi, mi morën këtu gjakun dhe kam për të marrë këtë qesen. Kjo është qesja që unë do marrë këtu për 30 deri në 45 minuta. Është era e 4 që unë e bëj këtë dhe e di shumë mirë se si është ambienti këtu që është shumë i ftohtë. Shumë i ftohtë, më i freskët nga ambientet normal, sepse i tillë duhet ambienti. Kam xhaketën vet, këta më dha një batanie i thonë, por më saktë është një çarçaf i trash. Kisha haruar ujin dhe më ofruan një bidon me ujë. Ajo çka do bëj është të sorollatëm sepse harova të merrej një libër dhe kam bërë shumë gabim që se kam marrë, se i thon goxha kohë dhe mund të kishe lexuar diçka. Ose kam se sot mëngjes edhe dje u mora duke dëgjuar leksionet e programit. Kjo është pak a shumë ambienti. Një nga dhomat ku bëhet vetëm intralipidi. Vajta u peshova, se peshorja kam marrë bateria në shtëpi, edhe në fakt nuk dua t'i vë sepse më bëhet fiksim, vetëm një me dy e peshojmë. Nuk është gjë e mirë kjo. Thasha mund peshojmë pak, vajta u peshova dhe kisha vaj 63 kg. E dini ç'do të thotë kjo për mua? Mbase për ju mund të jetë një peshë shumë e madhe ose mund t'i arrini të bini nga pesha shumë shpejt, po për një person me probleme hormonale apo me probleme të tiroidës apo Hashimoto që unë kam, është shumë e vështirë, pavarësisht se bën dieta, ushtrime, palestër, ka shumë të vështirë të bie nga pesha, por shumë të vështirë, sidomos unë që i fus vetes acarus të Hashimotos, siç janë medikamentet që bëj, gjilpërat që bëj, isha 69 kg,
u mundova shumë të bija 67 kg para transferimit të embrionit të fundit, ngela 7 zan, dhe gjilpëra që bëra dhe ilacet që mora, gjilpërin që bëra për heqjen e embrionit dhe ilacet më parë normalisht më shtuan pesh, dhe kisha vajt aty 67, 68, e kisha shumë të vështirë të bija, por ja ku jam sot, 15 koriku dhe unë jam me 63 kg. Imagjinoni sa do të thotë kjo për mua, një fitore shumë e madhe. Dhe diçka tjetër. Unë kam ngrënë shrimp për herë të parë në jetën time. Janë ato kakalecat e detit. Dhe 35 vjeçë, për 36 unë si kisha provuar ndonjëherë, se kisha pas mundësinë se bashkëshorti ha shpesh, por më ishte krijuar ajo pështirja ose ajo mos provimi dot, dhe unë kam ngrënë shrim, jo një, kam ngrënë 7 copë njerësh dhe ishin shumë të mirë dhe kam bërë gabime më të madh që si kam provuar përpara. Po ky është guximi, marrja e iniciativës. Kjo është e tëra. Ju përshëndes.